Ullën ju këtu, ullën të rriqën, zoj, të rriqën, të qenë atje, klan Kosova si media servise, ju lutem këndi media vështë atje. Jo, hysim shëcu, përfundimisht, ne jemi marrë vesh, këndi i media vështë atje, as që pengoj kërkush, po hyni, po i... Jo, shpifje po bojnë, po i shohin dokumentet, po këshyrin kompjutera, edhe mandej që Klan Kosova si media servis e ka bërë këtë punë. Tashëm, ju lutem, këndi i media vështë atje. Ju lutem, këndi i media... Ju lutem, këndi media vështë atje. Ju lutem, këndi media vështë atje. Largonu. Ju lutem, këndi media vështë atje. Ju lutem. Zoti Zëdhënsk. Ju lutem, javnoni një vi njerëzve që nuk kuptojnë gjërat këtu. Ju lutem se po bëjnë shpifje po shtërsi shumë të moja. Zoti Kortesh, veç dashur të pyet, se keni insistuar votu në qendër alternative në diasporë. Në anën tjetër ligji nuk e lejon këtu, ligjin e ka këtu vetë qeveria kërkues. Hiç jam ti formën. Lutem, ullu vendin ton edhe mos delni kënaqë. Po pyetje po bëj. Lutem, hiç s'ka asnjë pyetje kur e shkelni çdo kot. Ky është vend problem. Jo, cili është vend problem? Jo, hiçim shqetësu. Jo, me pa edukatë, me juve po shqetësone. Ke hy aty, po dënë me zonë, me një formë, që mandej e qëtë në televizion, mandej do qenë atje, flasin, jo këshyre, jo anik ne. Zoj, zotni ju lutem të rriqune. Të rriqune, zoj, të rriqune. E pse një shqetësu, zoti Kortesh, ka shumë? Më falë, mos bë pyetje pa lidhje. Po pse një shqetësu? Të rriqune, ullën ju këtu, ullën ju.